Prokuroria e Sarandës ka përfunduar hetime dhe ka dërguar në gjyq 16 persona për shitje të lëndëve narkotike, kryesisht tek moshat e reja. Mbi ta rëndon vepra penale, prodhim dhe shitje narkotikëve parashikuar nga neni 283 fraksion 2 i kodit penal, i kryer në bashkëpunim më shumë se një herë, në kuadër të procedimit penal, i cili mban numrin 647 pas hetimeve një vjeçare me metoda proaktive, vëzhgime e përgjime, rezultuese të pandeurit shisnin lëndë narkotike në qytetin e Sarandës dhe të Delvinës, kryesisht tek moshat e reja. 3 nga shtetasit e dërguar në gjyq janë në akuzën për veprën penale, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, të parashikuar nga neni 291 i kodit penal, pasi provuan se kanë qenë në efektin e lëndëve narkotike kur kanë drejtuar automjetin. Prej njoftimit të kësaj prokurorie, bëhet me dije se janë dërguar në gjyq personat me inicialet JL, MH, PB, EH, MD, OA, FA, XM, SM, DQ, ET, AC, si dhe ED. Mbi këta shtetas, dyshohet se rëndon vepra penale, prodhim dhe shitje narkotikësh parashikuar nga neni 283 fraksion 2 i kodit penal, e kryer në bashkëpunim më shumë se disa herë. Gjithashtu, 3 shtetasit të cilët janë dërguar në gjyq për veprën penale, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, e parashikuar nga neni 291 i kodit penal, janë VK, EA dhe AC. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Sarandë shpreh gatishmërinë për të hetuar dhe vënë përpara përgjegjësisë të gjithë individët e përfshirë në veprimtarinë e kundralishme të shitjes së lëndëve narkotike. Ndër të tjera, bëhet me dije edhe nga Blut e Vlorës se një hetim është i nisur edhe për sa i përket qytetit bregdetar, të grupeve apo personave të cilët tregtojnë dhe shesin lëndë narkotike, kryesisht tek moshat e reja. Vendi shitjes është kryesisht afër shkollave, çka e bën edhe më të rrezikshme situatën, por edhe këtë vepër penale. Hetimi është në proces e sipër dhe pritet që brenda pak kohësh të kemi rezultate konkrete.